Rreziqet dhe pasojat e mënyrës Kristeller për nënën dhe për foshnjën. Për ne nënat janë 5 arsye: çarje të rënda vaginale dhe perinale, shkatrime të mitrës, shkëputje të placentës, thyerje të brimëve, hemorragji e rëndë pas lindjes. Ndaj të gjitha këto gjëra mund të çojnë edhe në përkundrezi, nga ana tjetër, për foshnjën kemi 4 dëme, po përmend majsadia me gjuhën e nënave gjithsesi. Frakturë të kockave, kyçet e këmbës ose të duarve, kafka e kokës, brinjët, e dyta dëme të rënda të trurit, mund të sjellin në tru, e treta plagosje që mund të çojnë në fraktura të pjeshme ose të plot të krahut, dhe vuajtje të fetusit dhe hipoksi, që do të ishte mungesa e oksigjenit, rrezik që është një rrezik i madh që shkakton dëme të pakthyeshme neurologjike. Pra mungesa e oksigjenit është me të vërtetë shumë e rrezikshme, mund të sjellë pasoja të pakthyeshme tek foshnja jonë. Shihemi videon tjetër. Më vjen keq që ndonjëherë përdor dhe mund të thyej atë, mund të prek ndjeshmërinë e nënave, por besoj se duhet i dini nëse ju ka ndodhur. Do t'i sillni ndërmend dhe do kuptoni që mbi ju është bërë dhunë, dhe përpiqem që mos t'i mbyllni syt përpara kësaj dhune, që ju është bërë aq më keq pa e ditur. Dakor? Po të shikoni refertet, do të shihni që ndoshta nuk është shkruar, ndodh me të vërtetë ka ndodhur në vitet edhe tani ndoshta, por është për diçka që duhet ishte e paditshme. Ju përshëndes. Shihemi video tjetër.